Sekretet e fshehura të trurit tuaj. Mirë se vini në këtë video të veçantë plot me fakte psikologjike të fuqishme që do t'ju ndryshojnë mënyrën se si e shihni veten, të tjerët dhe jetën tuaj. Sot do të zbërthejmë në detaje të gjitha këto pika që lidhen me inteligjencën, sjelljen njerëzore, emocionet, marrëdhëniet dhe zakonet e përditshme. Çdo fakt do të shpjegohet thellësisht me këndvështrime të reja, shembuj real dhe mënyra si mund t'i aplikoni menjëherë në jetën tuaj. Qëndroni deri në fund sepse çdo sekond sjell vlerë të madhe për mirëqenien tuaj emocionale dhe suksesin personal. 1. Inteligjenca dhe sjellja të flasësh me veten. Të flasësh me veten nuk është çmenduri, por një nga zakonet më të fuqishme të njerëzve të suksesshëm dhe inteligjentë. Kur flisni me zë me veten, aktivizoni të dy hemisferat e trurit njëkohësisht, gjë që rrit fokusin, qartësinë mendore dhe kreativitetin. Kjo praktik përmirëson humorin sepse ju lejoni të shprehni emocionet e fshehura, të zgjidhni problemet dhe të jepni këshilla vetvetes si një mik i vërtetë. Rrit vetbesimin sepse çdo fjalë pozitive që thoni forcon besimin në aftësitë tuaja dhe krijon një dialog konstruktiv brenda mendjes. Rrit inteligjencën emocionale sepse ju ndihmon të kuptoni më mirë reagimet tuaja dhe të kontrolloni impulsivitetin. Këshill praktike: çdo mëngjes flisni me veten për 5 minuta duke thënë objektivat e ditës, falënderimet dhe aftësitë tuaja. Do të shihni ndryshim të madh brenda pak javësh. 2. Inteligjenca e lartë. Njerëzit me inteligjencë të lartë shpesh preferojnë vetminë sepse ata gjejnë stimulim të mjaftueshëm brenda mendjes së tyre të pasur. Vetmia për ta nuk është izolim, por hapësirë e nevojshme për reflektim të thellë, krijim të ideve të reja dhe rikuperim energjie. Harresa selektive është shenjë e inteligjencës së lartë sepse truri i tyre filtron informacionin e parëndësishëm për të ruajtur hapësirë për gjërat vërtet të rëndësishme. Ata harrojnë detaje të vogla të përditshme sepse mendja e tyre është zënë me koncepte më të mëdha, strategji afatgjata dhe zgjidhje krijuese. Mos u shqetësoni nëse harroni emra ose detaje, kjo mund të jetë prova që truri juaj po punon në nivel më të lartë. 3. Përgjigjet e shkurtra. Njerëzit që japin përgjigje të shkurtra dhe të qarta konsiderohen më inteligjentë sepse tregojnë besim, qartësi mendore dhe respekt ndaj kohës së të tjerëve. Përgjigjet e gjata shpesh fshehin pasiguri ose përpjekje për të mbushur hapësirën me fjalë të tepërta. Një përgjigje e shkurtër e menduar mirë tregon se keni përpunuar informacionin shpejt dhe keni arritur në thelb. Praktikoni këtë në biseda, mendoni 2 herë para se të flisni dhe jepni thelbin. Do të dukeni më kompetent dhe më tërheqës. 4. Emocionet dhe shëndeti mendor. Zemërimi. Nëse nxeheni shpejt për gjëra të vogla, kjo shpesh tregon një mungesë të thellë dashurie ose vëmendjeje që nuk e keni marrë në të kaluarën. Zemërimi i shpesh është një thirrje e brendshme për dashuri, pranim dhe ndjenjë sigurie. Kur e kuptoni këtë, mund ta shndërroni zemërimin në mundësi për shërim emocional duke kërkuar vëmendje në mënyra të shëndetshme. Mos e shtypni zemërimin, por kuptojeni origjinën e tij dhe përdoreni si sinjal për të punuar me veten. 5. Buzëqeshja. Buzëqeshja e sinqertë është një ilaç natyral që çliron endorfina, dopamin dhe serotonin. Ajo rrit energjinë fizike, përmirëson qarkullimin e gjakut dhe forcon sistemin imunitar. Buzëqeshja e rregullt ul rrezikun e depresionit duke krijuar një qark pozitiv në tru. Edhe buzëqeshja e detyruar fillimisht funksionon sepse truri nuk e dallon lehtë diferencën. Praktikoni buzëqeshjen çdo ditë para pasqyrës, do të ndryshoni gjendjen tuaj emocionale brenda minutash. 6. Vetmia. Vetmia e zgjatur është po aq e dëmshme sa pirja e 15 cigareve në ditë sipas studimeve shkencore. Ajo rrit presionin e gjakut, dobëson sistemin imunitar, rrit rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe depresionin. Truri ynë është projektuar për lidhje sociale, mungesa e tyre aktivizon të njëjtat zona dhimbjeje si lëndimet fizike. Gjeni balancën, kaloni kohë me veten por mos harroni lidhjet njerëzore cilësore.
7. Të qarit. Njerëzit që qajnë më shpesh janë emocionalisht më të fortë sepse ata e lejojnë veten të përpunojnë emocionet në vend që t'i shtypin. Lotët çlirojnë hormone stresi, detoksifikojnë trupin dhe sjellin lehtësim emocional. Të qarit tregon guxim për të qenë i prekshëm, një cilësi e vërtet force. Mos u turpëroni të qani, është një mekanizëm natyral shërimi që ju bën më rezistent ndaj vështirësive të jetës. 8. Marrëdhëniet ndërpersonale. Emri, të therrasësh dik me emrin e tij krijon një lidhje emocionale të menjëhershme. Emri është fjala më e ëmbël që çdo njeri dëgjon, ai aktivizon qendra të kënaqësisë në tru. Kur e përdorni emrin në bisedë, personi ndihet i vlerësuar, i rëndësishëm dhe më i prirur t'ju pëlqej. Praktikoni këtë në çdo takim, përdorni emrin 2-3 herë në bisedë pa egzageruar. 9. Dashuria. Meshkujt bien në dashuri më shpejt sepse ata fokusohen më shumë në atraksionin vizual dhe ndjenjen fillestare. Femrat zakonisht kërkojnë lidhje emocionale më të thellë para se të bien plotësisht. Nëse vazhdoni të flisni për dikë që keni dashur, kjo tregon se ndjenjat nuk janë shuar plotësisht, zemra ende mban kujtimin. Lëreni të shkojë me vetdije dhe hapni hapësirë për të ardhmen. 10. Injorimi. Të injorohesh nga dikush i rëndësishëm aktivizon të njëjtat zona të trurit si dhimbja fizike. Kjo ndodh sepse truri ynë e interpreton refuzimin si kërcënim për mbijetesë sociale. Mos e merrni personalisht gjithmonë, ndonjëherë është për shkak të problemeve të tyre. Përqendrohuni te njerëzit që ju vlerësojnë dhe ju japin vëmendje reciproke. 11. Gjumi dhe shprehit mungesa e gjumit. Më pak se 8 orë gjumë çon në irritim të lartë, ulje të kontrollit emocional dhe rrezik më të madh depresioni. Gjumi i pamjaftueshëm dëmton memorie, vendimmarrje dhe kreativitet. Vendosni një rutinë fikse gjumi, trupi juaj do t'ju falenderon me energji dhe humor më të mirë. 12. Pozicioni i gjumit. Fjetja me këmbët e mbledhura pas gjoksit, pozicioni fetal, shpesh tregon pasiguri ose neglizhim emocional nga fëmijëria. Trupi ynë e rikthen pozicionin e sigurisë së hershme kur ndihet i pasigurt. Provoni pozicione të reja për të sinjalizuar në ndërgjegjen tuaj se jeni të sigurt tani. 13. Ëndrat. Nëse një person i afërt ju shfaqet në ëndër, thuhet se ai ka menduar për ju para se të flinte. Ëndrat janë mënyra e trurit për të përpunuar emocione dhe lidhje. Shkruani ëndrat tuaja çdo mëngjes, do të zbuloni mesazhe të fuqishme nga ndërgjegja. Këshilla të përgjithshme dëgjoni njerëzit me përvojë, ata që kanë dështuar din arsyet reale të dështimit sepse i kanë jetuar. Këshillat e tyre janë ari i vërtet, kurse një kohë dhe dhimbje duke i dëgjuar me vëmendje. Mos tregoni shumë dashuri menjëherë, njerëzit shpesh e nënvlerësojnë atë që marrin falas. Mbani një balancë të shëndetshme, jepni dashuri por mos harroni vetvlerësimin. Fuqia e mendimeve, truri juaj funksionon saktësisht siç e udhëzoni ju. Mendimet pozitive krijojnë realitet pozitiv sepse ndikojnë në vendime, energji dhe mundësi që tërhiqni. Filloni çdo ditë me afirmime pozitive dhe shikoni si ndryshon jeta juaj. Përfundim. Përmbledhni pikat kryesore, inkurajoni shikuesit të aplikojnë këto fakte, kërkoni like, subscribe dhe koment për të ndarë përvojën e tyre. Faleminderit që ndoqët deri në fund, ju jeni duke investuar në versionin më të mirë të vetes.